Për shembull, LDK-ja nuk e ka pas luksin me përjashtu njerëz, siç ishte rasti me Agim Veliut. Unë besoj që po, sepse unë po emra shumë të mirë aty. Mirë po, më shumë se sa aprodhojnë lider përballë një lideri që e ka konsolidu pushtetin e vet, edhe brenda partia, ku tashmë nuk ka më asnjë zonë ndryshe përballë liderit, po edhe jashtë, gjatë cilën ai e ka sinu për 2 dekada, kemi situatën ku partitë opozitore duhet të flasin një zëri për problemet ose përballë pushtetit. Deri tash çka kemi po të partitë opozitore, kemi po agjenda të ndryshme. Në një situatë kur je edhe i vogël, edhe me agjenda të ndryshme, situata bëhet shumë e komplikuar. Domethënë shumë e rëndësishme që leadershipi i ri këtyre partive nëse bojnë ndryshime, apo edhe ky leadership cilin e kanë, të mendoj veten si opozitë e vërtet. Sepse një opozitë e vërtet, pavarësisht numra, mund të jetë zë i fuqishëm në kuvend. Ajo që ka kemi po ne deri tash është që derisa Albin Kurti ka qenë kështu kap gjithçka. Partitë opozitore kanë pas standarde shumë të larta sa i përket grupeve të caktuara të votuesve apo partive tjera apo individëve të caktuar. Për shembull, LDK-ja nuk e ka pas luksin me përjashtu njerëz, siç ishte rasti me Agim Veliut. Njëjtë sikur se edhe PDK-ja nuk ka pas luksin me ja pamundsu nismës me hy brenda listës tyre, sepse në fund ditës edhe ai 1.7%, lehtësisht ka mund të më bëhet 2.5 ose edhe 3%, e PDK-ja sot më pas 25% e jo 21% e diçka sa po dalin. Domethënë, partitë duhet me pas një strategji të mbledhjes e vota, por edhe nuk e kanë me partitë opozitare luksin të qëndrojnë vetëm të mbyllura brenda strukturave veta, po ata duhet me bëni kapërcim madh edhe në zhytjen popull për t'i treguar të vërtetat e Kosovës apo të vërtetat e tyre përballë pushtetit. Përndryshe kemi pas si rezultate si kemi pas deri tash. Që po e thua ti, duhet unë mendoj që ish opozitën e ka lënduar shumë edhe hipotekës kaluarës. Mos harrojmë, këto vetëvendosje e ka përdorur. Po për provë, po çfarë hipoteke ka Arjan Tahiri? Çfarë hipoteke ka Adelina Thaqi? Jam të fol për shumica e emrave që listat e partive opozitore kanë qenë jashtëzakonisht të mira. Qytetarët kanë pas mundësi me zgjedh figura nga më të mirat dhe më të ndryshme që i bojnë shumë derë vendit tonë dhe parlamentit.